Ushtria ishte fligjur tani më nga çdo anë dhe i ngjante më tepër të rrethuari se sa një rrethonjësi. Ajo po i shtynte ato ditë të ryera, një shëmti fort të madhe. Gjërsa me ngjyrave të tjera, i ushtua edhe një tjetër, jo më e vogël. Ata të qytetin morën vesh pusin. Që u ngrihej me anën e llagëmit, dolën një natë pa zhurmë fare, dhe pasi i prishën punimet në pjesën më të madhe. I zbuluan gjithë delpëritë e armiqve. Rojet nuk i ndjen, veç se pasi kishin shkatruar gjithçka, dhe ishin kthyer në qytet, sepse ata erdhën në orët më të vona të natës, kur njerëzit flenë në gjumë më të rëndë. Me gjithë këtë, e mohojnë që të kenë dalë ata ndonjëherë dhe të jenë turur me këtë mënyrë. Dhe i veprat e armiqve, por sekretarët i panë me sytë mbretërorët, që s'mund t'i fshiheshin dot ato pusira dhe kushtu i zbuluan drejtit e tyre. Prandaj, ata vendosën në shumë vende legjena me enë prej Bakri, me qëllim që tingëllimi i lëshuar prej tyre nga tronditjen nën tokë, të tregonte se vendi i pusive ishte nën tokë, se me gjithë që e shikonin hyrjen e llagëmit, prap kishin frikë se mos brenda gërmoi në drejtime të ndryshme dhe i nxirrte të armatosur nga ndonjë anë tjetër prej asaj që mendonin. Prandaj, shpikën këtë mjet kundër së keqit, që se dinin se nga do të dilte. Secila nga të dy të njetë mundet të jetë e vërtet dhe asnjëra nuk është pa arsye. Megjithëse që kjo, si më tepër tregon zyrtarësi, aq më pak duket e besueshme. Vetëm një gjë mbetet padyshim, se krutanët, sado që fare pak u trembën nga ato përpjekje të armiqve. Prapi, brenda të gjithë masat me kujdesin më të madh, me qëllim që t'i hiqnin Tiranit çdo shpresë për ta vazhduar më gjatë, pusin që po ngrinte, e më të vërtet, ata e bën gjë kjo punë, i zbridhej atij krejt nga zemra, kur e pa se ishte zbuluar, dhe kur mori vesh se do qytetit po gatiteshin me të madhe nga qytetësit pengesa të çdo lloji. Por edhe sikur dredhia të mbetej gjë në fund, pa dalur sheshit, prapi, ai do ta hiqte vetiu mendjen prej saj, sepse në të gërmuar e sipër, për shkak të afërsisë së malit, u dilnin përpara në çdo vend aq shumë shkëmbim të gjallë, pa që kërkojë një punë pa hesap dhe një kohë pafund për t'i thyer. Duke u hequr pillin kësaj pune, ai vendosi ta kthente mendjen në një tjetër dhe më të kotë, dhe përpiqej se mos mundte me ndonjë mënyrë më të hollë dhe me premtime të pazakonshme. I bënte të rrethuarit për vete, gersa si binin pajde as armët, as kërcënimet, as ndonjë dhelpëri. Kështu ai dërgoi tek Branakonti njërin nga satrapët, burr me autoritet të madh dhe me karakter të sprovuar, dhe bashkë me të vetëm 2 sklepër, të ngarkuar me shumë dhurata e stolira barbarash. Porositë e tij ishin që barbari ja dorëzonte këto dhurata komandantin në emër të Muratit, përpara se t'i zinte gjë në gojë për dorëzimin e qytetit, me qëllim që t'ia fitonte zemrën dhe ta detyronte më tepër për bashkëbisedimin e caktuar. Pastaj, pa kuptuar, ai t'i drejtonte shpirtin dhe mendjen në rrugë të tradhtisë dhe të dorëzimit të qytetit. Dhe ta hiqte jashtë me premtime shumë të mëdha, ari dhe argjendi, duke ia mbushur mendjen se kjo punë ishte më e lehtë për të, pasi ai ishte në krye të rojës dhe numri i qytetarëve atje ishte shumë i vogël. Kurtanët do të ushtroheshin me dashje ose pa dashje kushteve që do të pranonte roja. Por roja do të pranonte sigurisht ato që do të dëshironte ai, përveç këtyre dhuratave. I premtohej edhe se nuk do t'i mungonte kur atij dhe ushtarëve vendi më i ndershëm pranë tij. Me këto porosi mbretërori u nis pavonisht dhe shkoi me vrap për në qytet. Kur po i afroi portës, nuk u lejua nga rojet që të bënte më tutje, e sa të thirrej komandantin. Pasi u thirr, ai e dëgjoi më mirë si barbari, i cili përpari tregoi dhuratat e Muratit, pastaj shoqëroi ato me fjalë plot madhështi. Dhe ndërsa po e zgjashte kështu, duke prip kjekur që ta bënte, u vinte veshin dhe t'u zinte bes porosive. Branakonti tha, mjaft. Dhuratat vetvetiu të shkëlqyera, i zbukurove edhe me fjalë shumë të shkëlqyera. E nxirr porositë e tjera të Tiranit. Kështu më në fund, po do dëgjojmë kërkesat, ne do të pranojmë edhe bujarin tuaj, dhe do t'i marrim dhuratat. Ndryshe,
po të mos dim se kur e kjo fisnikëria juaj e pazakonshme. Në asnjë mënyrë nuk do ta lëm veten të thyemi të parët në anë të mirë bërës prej jush. As të lidhemi me prangat e këtyre dhuratave, ndoshta fort të turpshme. Kur pas fjalëve të dim mirë dhe qartë mendimin tuaj, atëherë ne do të kemi me të vërtetë mundësi t'i pranojmë, si jo më mirë, apo t'i mohojmë më shumë të drejtë dhuratat tuaja. Barbari nuk u turbullu as pak nga këto fjalë, por tha, sido që të jetë puna. Në çështjet e tjera, këto dhurata ne nuk i sollëm me qëllim që të gabonim do kënd me shkëlqimin e tyre. Vetëm me sklevërit dhe fëmijët mund të veprojnë kështu, por jo me burra të lirë dhe trima. Dhe me gjithë që çdo gjë e armiku të shtihet dyshimin, siç e the me të drejtë o Vrana Konti. Gjë që edhe ne e dim. Prap se prapi, nuk do të kishim guxim të vinim tek ti, si i thon fjalas me duar thatë pa u skuqur. Nëse je buri i tillë, siç e tregon veten, dhe siç të dëftojnë njerëzit, atëherë nuk duhet të mos e përfillosh dashamirësinë tonë të përzemët. Pranoj që këto dhurata, të cilat nuk do të kenë mbi ty asnjë influencë detyrimi, as nuk do të jenë pengjes që të mos e kesh të drejtën dhe fuqinë të pacënuar dhe të plot në punët e tua. Ne nuk do të të shajmë, as po ti përbuzësh kërkesat tona me gjërat e tjera që kemi sjellë tek ti, për të ti thënë të cilat mbajnë ndoshta parasysh më tepër interesat e tua se sa tona. As po ti pranoj dhuratat që me kaq shpirt bujari të janë vënë përpara, sepse sigurisht asgjë nuk duhet quajtur më e ndyrë për një njeri, se sa të japësh me një mënyrë që të presësh pastaj diçka. Ne kemi ardhur tek ti, o kapedani pa shoq. Në zemër të bardhë, ne flasim me shpirt, ne nuk lakmojmë të të shpijem në dorë me fjalë, as me dhurata. Ty, që kaq herë të kemi provuar se nuk mund të thyesh me armë dhe me hekur. Ty që se ka shokun, prandaj Murati të don ty. Prandaj ja admiron këto virtyte edhe tek një armik dhe dëshiron, po do kish ndonjë mundësi dhe mënyrë që të bëjë dhe kishte me vete. Je sigurisht, ka një mbreti aq të madh. Ditë kjo madhëri e shkëlqyer e shpirtit dhe zotësia e mendjes sate, do të mund ta gjente më mirë rrugën për tek majat e çdo fatbarësie dhe lavdie. Jo që të dënojmë Skënderben, të cilin edhe në kundërshtarët, e lumënojmë për atë deun e tij të shliruar, të mbrojtur sa e sa herë, me gjithë me përplakjen tënde së pari. Por sepse ti je më i denjë për një prijes tjetër, për një fat tjetër, të mos kalosh të jetën tënde dhe të shkruash shpirtin tënd të lartë, në errësirë, të mos them në një fundëri si kjo. Pastaj ky fat i mirë, që duket tani, do të jetë i çastë për skatësirën. Mirat i kanë caktuar atij një armik shumë të madh. Dënimi për të nuk të shtyhet, por s'mund të hiqet. Me të vërtetë, përveç forcave shumë të mëdha, Otomani ka kundër tij edhe urrëtitjen më të madhe. E është betuar se s'ka për të kushtuar as shpejtësimet, as mundimet, as rreziqet, se s'ka për të shkullur nga epiri, para se t'i vërë atij, bizber, zgjedhën më të zezë. Qëllimi i kësaj së keqeje u nis nga ky qytet, nga ju në radhë të parë, e dëgjojmë për ditët tendën e tij, duke ushtimur, kur thotë se qofse edhe sikur ti duhet të humbiste e turp Adrianopolin. Gjithë mbretërinë nuk do të largohen nga pushtimi i këtij vendi, veçse pasi ju ketë dëmruar juve me luftë. Pasi ta ketë ngopur shpirtin, të ti ushqyer trupin. Dhe padyshim që ai do ta bëjë këtë, për të cilën edhe unë të merohem. Kur ua them, sepse megjithëse edhe unë ushqej bashkë me të tjerët, jeni armiqësore kundër jush, prapse prapi, jam edhe njeri, kam edhe zemër njeriu, do ta duronin syt. E kurton me pamjen e vajtuar të fatit tuaj, por ju them pra, do të bëj, po do jetë se nuk do të ndroni mendje, po do jetë se nuk do të pranoni me qetësinë më të madhe shpëtimin, dritën, lirinë, paqen, që po i jepen me vullnet të lirë, dhe më të vërtetë. Juve po qëndroni, zeshra ju mbroni ky vend i shënuar, këto mure, pa afrueshme, primëria juaj, sidomos, por gjërë kur më në fund do t'ju mbarojnë këto, tjersa, sigurisht trupi do të ndodhen të ushqimet buka, mos kujtoni vallë se Otomani do ta lërë këtë rrethim në mes të zjarrit të luftës.